Halim Emini, burri nga Slupçani, që ra dëshmor në luftën kundër komunizmit. Halim Emini është i lindur më 22 maj të vitit 1912 në Slupçan, nga një familje shumë punëtore dhe modeste. Halimi ka qenë korrier i ndeshës që vepronte në terrenin prej Shkupit në Kumanov e deri në Preshev. Po kështu ka qenë kryetari i rinisë së fshatit Slupçan dhe organizonte rinin për t'u bashkangjitur organizatës së sulhhotlës. Ishte edhe zëvendës i Sadik Hoxhës. Halimin e mbajtën 3 muaj në UDB-n e Kumanovës. Një natë e morën me kamion kinse për ta dërguar në Shkup, ku do të gjykojë. Por kamioni nuk arriti në Shkup. Ai u ndalte për rroji Orllancës, afër fshatit Haraçin. Aty e therrën me thika Halim Eminin, Elmas Shabanin dhe Esat Kurtishin. Të tre i varrosën aty, por Halimi nuk i kishin mbuluar mirë me dhej. Një pjesë e dorës i kishte mbetur jashtë. Të nesërmen, këtë zbuluan barinjt përmes qenjve. Atëherë udhbashët errën dhe e morën kufomën. Tani as familja, as fshati nuk e din ku është varri i Halimit. Halim Emini, kora dëshmor, ishte në moshën 36 vjeçare, la një vajzë dhe gruan e vej.